njerëz qa ka, jo magone, edhe qysh përshini, jom prap këtu më fshat, jo në Mitrovic, edhe këtu prej fshatit për du me bo shpjegimin tem të parë. Edhe për këtë javë, du me ju mësu pak për forca. Edhe s'është për ato forca që shmenani jë, për shembull forca e Newtonit e vërtimit, s'është për juve fizikantave atë nëse ka në një. As nuk ka për forca kështu me ngrit objekte pa i prej keq. Po kena me fol për forcat e letrave. Për ata që nuk e din, forcat e letrave janë ato forca që të shtijon e ty me marrë një letër. Është dyqysh si me thonë, mere, bashkit letër, mere, më stanin, mere. Qashtu diçka është forca e letrave, po kjo bëhet në mënyrë ma diskrete, ma e msheft, tu se ai është zgjedhje e lirë, po në fakt unë të kum shti me marrë qatë letër. Edhe prej këtyne forcave ka shumë. Jom forcat ma të mira, për shembull forca klasike, forca koll, forca hindu, forca kriss-cross, ka shumë forca, po sot kena me e bo një forcë ma thjesht, edhe ajo forcë është që asnjoni prej neve, prej popullit tonë, shqiptar të madh, asnjoni nuk e din, edhe shumë letë mundën me ja ungull, jo, se nuk e din këtë forcë, ata menojnë që po e zgjedhin një letër vetë, po në fakt te vetë se e din çfarë letre po zgjedhin. Sot kena me folë për forcën prej ma thellë, edhe njerë ju tregoj se 2-3 herë kom ja u qëllu se çfarë letra po prej, edhe mas anej ju tregoj se qysh po. Okej. Që e kam këtu një trim normale. Prej përdiq të letrat. Më shemë më konë se vado letra. Edhe qëre, qa është këtu puna është që kjo prej më thellë, keme prej, dikon ku dush, e rotullon, mas një prape, prej dikon më thellë, edhe e rotullon, edhe letra e parë që është mrapsht, është e ju. Për shembull këtë rast është Xhanari Deteri. Kështu që të se mundin me bo edhe ju, për mas i sini ju këtë, për e bëj vetë që shkon qëtë, stop qëtë për shembull, e rotullon, shkon dikon më thellë, e rotullon, edhe letra e parë që është mrapsht, është e juve, për shembull qëta, qënë, majnë në menë qëta, edhe qënë, është i dikon kamet. Edhe letra që u konë, që i kini pas që i kumë këshyr asë kur gjë, kumë prej kuda, së konë asë që ajo e forcu me prej mje. Mos u konë dhejtë që rësh, ose Deteri. Qërin edhe njerë, nështë ta e kumë pas në fakt, nështë ta kumë pas nuk e di. Veç edhe njerë, me prej ku dush, që përshkojnë dikon edhe ma thellë, që përshkojnë qëtash edhe ma shumë. Që të përshamë. Letra e parë që më mrapsht është letra e që letrën qëta. E kështë minë, që të minë si të. Edhe që ke letër që e kini po, pika, ose asti diamant. Që kjo është prej më thellë, do këtë se është zgjedhje e lirë, po është forcë. Të këshyrëm qëtash se që është bota. Forca, që në këtë rast për mësojna forca prej më thellë, është një forcë shumë e thjeshtë. Te kjo forcë, krejt që doni me bo është me pa letrën e parë. Këtë rast është 4 diamant. Pa marrë parasysh nëse doni me qit një letër tjetër, vetë, s'ka lidhe, po kryesisht letra e parë është që ajo që e forcot. Këtë rast është 4 diamant, mundin me këqyr kështë edhe me mshelë edhe masi me ja u bo dikuja. Krejt që doni me bo, tash është shumë thjesht, edhe nashta kam bukon edhe prej shpjegimeve ma të shpejta. Krejt që doni me bo është me shku qështë në për tubë, që kjo është shfletim. Me shfletim në për tubë, kur thojnë stop dikosh, atërë veç e rotullani, prej dikon ma thellë, thuj dikon ma thellë stop.
ta thojnë edhe ma shumë stop, edhe kur rrotullohet, del të kjo, bashkë të 4 shapshe. Te letra e parë që është mrapsht, qaj letër është e këtëne, e bashkë e letër është qaj që e keni forcu në fillim. është si një farë lloj minusi me minus del plus, nëse del e matematikë që është të thishtë për juve, ama e këshirë një letrën e parë, 5 shëndet e linë, prejni, e thuni merë prej dikon, ata e prejnë, e rrotullu. E thuni prej dikon ma fell, ata prejnë dikon ma fell, e rrotullu. E thuni letra e parë që është mrapsht, është e jodja. Edhe ata e këshirë një letrën e parë mrapsht, është shkja, unë e këshirë ata e këshirë kër e shojnë, s'pash 5 shëndet e linë që e kena forcu në fillim. Edhe që kjo është ajo forca prej më fell. Po, për me jau tregu njerëzve që të forcë, jo doni me bo qëto. E merë një letrën që po doni me forcu. Që pe lujna në këtë rast, po do me forcu pikën fletë. Edhe pse momentalisht nuk kanë që të fillim. Edhe po doni me forcu pikën fletë. Ama ju po doni me jau tregu se qysh është zgjedhja e lirë, në thojza. Kështu që e merrni një letër çfarë do e qeni të parën, që do me thonë letra që doni me forcu është e dyta. Pika fletë. Edhe tash, kjo letra që do me forcu është e dyta, do thoni, qa keni me bo është keni me prej dikon, e rrotullani, pas një prej dikon ma fell, e rrotullani, edhe letra e parë që është mrapsht, është e jotja, për shembull në këtë rast është 5. Që shtë ja bëni. Edhe masani, e lani këto në fund, që me botash letrën në juvë që reko pika fletë këtë, me e lonë të parën. Edhe që tash, munen me ja lonë letra ndorë, a i manë letra ndorë, thë, okej, meri letrat prej ku dush, ta e marrin, edhe prej ku dojnë, e rrotullojnë. Edhe letra e parë që është mrapsht, është letra e juvë, e rrotullojnë edhe e shojnë që është e tëne. Po i thuni mos ma kallëzani. Edhe masim, këto munen me përdorë, për shembull trinka mentalizmi ose leximi mendje, edhe veç ja bëni këshirni që letër, adën që ata që e prejnë, që është letër e forcume, edhe veç i këshirni në sy, një 2-3 sekonda, edhe veç e thuni, pika fletë. Edhe ata që ditën menojnë qysh i ka e dënë, na prejtëm sa dojnë, për në fakt ajo është letër e forcume. Edhe që kjo është për shpjegimin e këtij triko, edhe është shumë e thjeshtë, garant për 2-3 herë keni me bo edhe keni me kuptu qëta. Që kjo ke për këtë javë, për shpjegimin e forcave, më saktësisht për forcën prej më thellë, po shpresoj se e keni kuptu, edhe kër e kuptoni qëta mundën me implementu shumë trika. Ka trika mentalizmi, ku mundën me ja lexu mendjen për letrën që e kanë zedh, ose ka trika parashikimi ku ju mundën me shkru dikën letrën që përdojnë me forcu, e shtini dikon edhe thune, a e keni po, që qëto po e këta që kjo parashikimi jem, bëjeni këtë forcën, edhe kër e shojnë ata e kanë zgjedh njëjtën letër që e keni shkru. Ka shumë trika, ku mi ju tregu do trika edhe ma të mirë, do efekte edhe ma të mira me këto forca, edhe për forca tjera ma të komplikume, ku me ishi në epizodat të ardhshme, kështu që rreni hala, edhe nëse nuk e keni bo like paqen Somazhi, bëjni like, linkun e keni në description, ose këtu dikon shkruan Somazhi në ekran, ju veç e klikoni që atë, edhe ju që ndrejnë paqen Somazhi, bëjni like, edhe shihim deri në javën edhe shpjegime të reja. Agon? Fol, prof? Leja ato letra dhe shpejt kallëzëm do forca. Forca klasike, forca koll, forca hindu, criss cross, fizikës mëre. Ata bëjnë një tre. Definitivisht epizodi ma palidhe që këmë bëne. Ma fotja.